praktikisht një njanë e sprovume. Kështu, special për ti e ka shkruar një mesazh Hoxhës Muharrem Ismaili. Do të përshëndetje, jetoj në Greqi. Hoxhë nderuar. Si mundem thot unë si nan e djalit tim që as varin thot nuk ja di. Më mëso thot Hoxhë, si të lutem, më ndihmo, si të lutem, me qenë se më ka dhënë me qenë se më ki dhënë një herë thot përgjigje, ma kthe një përgjigje që unë të shikoj djalin të jetë i lumtur në botën tjetër. Faleminderit Zotit e gjithë të mirat familjarisht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e tregon një tregim që ndodh në qiell mes Allahut azza wa jall dhe melaqeve. Që Allahu azza wa jall melaqeve që shkojnë ja marrin shpirtin një fëmis dhe e lon atë non pa atë vlat, Allah që tyve melaqeve a ban një pyetje. Thot, ishit në tokë, ja morët shpirtin filonit, thonë, po, zotë, Allah e ka qumë. Thot Allah azza wa jall, ja keni marrë loçkën e zemrës, Allahu Akbar. Thonë, po, zotë, e Allahu azza wa jall i pyet melaqet edhe pse Allah e din. Çka tha ajo nona? Çka tha baba? Sidomos nona, çka tha nona? Thonë melaqet, o Allah, nona, tha, falëndrimi takon Allahut dhe gjithjemi të Allahut dhe të Allahut dhe të kthehemi. Falëndrimi takon Allahut dhe gjithjemi të Allahut dhe të Allahut dhe të kthehemi. Allahu azza wa jall thot, shkoni në xhenet, ndërtoni një pallat. Dhe ati pallatit vendoni një emër, një pllakat. Dhe ati shkruani Beitul Hamd, pallati i hamdit, i falëndërimit. Kur një besimtare bën durim në sprovën e humbjes së vladit të saj, që këtë rast kjo besimtare, kjo non, Djali. Allah e forcoft, e pas ka humb djalin e saj, bile dhimbjen e ka dy fish që as varen s'jadin, si me pas varen, shkon, ja bën një dua te kryet e varit, edhe e hek një mërzim, mes me adit edhe varin është ma e rëndë sprova. Ande edhe shpërblimi është edhe ma i madh. Themi që Allahu këtë non me djalin e saj ti bën bashkë për gjithmonë në pallatin e falënderimit. Amin. Çdo ndarje në këtë dunjë është përkohësisht dhe se bashkimet e përhershme janë në xhenet. Qof bashkimi yt i përhershëm me djalin tënd në pallatin e hamdit në xhenet. Oj besimtare, oj non, Allah të forcoft e ta lehtësoft këtë dhimbje dhe këtë breng. Kur mos humb shpresa në mëshirën dhe ndihmën e madhe të Allahut azza wa jall, që ka premtuar për çdo non dhe për çdo bab që humbe vladin e vet. Amin. Allah ju bashkoft në xhenet. Amin.